رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falemëndrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili na krijoi dhe na udhëzoi. Falemëndrojmë Allahun i cili qiellin me yllzi e zbukuroi, cili e bani zbukurim për njerëzit, orientim për njerëzit dhe gjujtje kundër shejtanëve. Në xhennet mëshira e tij, në xhehenem dënimi ashpër i tij dhe në çdo send urtësia e tij. Allah e zërë të ndërshëm, pas falemendrimit Allahut, Allahu ju ndëroft ashtu siç na keni nderu. Allah e zërë të ndërshëm, të mirat Allahut subhanahu wa ta'ala nuk numrohen, edhe nëse dojmë t'i numrojmë. Për të mirat Allahut subhanahu wa ta'ala që Allahu na ka mundësu ashtë prezenca e hoxhës ton Husein, i cili ka marrë me kilometra mund dhe lodhje për me ardhë në këtë xhami dhe në këtë vend. Kjo është një ndër i madh për ne vëllezër të ndershëm. Dhe lusëm Allahun subhanahu wa taala që Allah me Jannat al-Firdaus t'ja pagun hoxhës të nderuar, po ashtu edhe juve që e keni lënë angazhimet e juve për me ardhë me nderue hoxhën. Allah ju nderoft me xhennet. Lazër të ndershëm, fjalët më të mira janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë mexhlis, këtë gëzim, deshim që ta çelim me dy vargje prej librit të Allahut subhanahu wa taala, i cili do të na i këndon këtë vargje vllavi jon Huseini Sinani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah shpërbleft. Allah i dashtë mira. Vllajës të ndershëm, mos t'ja marrë na kohën, pa prit që inshallah hoxha Sadullah Bajrami do të na prezanton për jetën e hoxhës Husein inshallah. Ordon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na nderoi të gjithëve, në veçanti e nderoi dhe këtë mesxhit të vogël me prezencën e dietarit të njohur me famë botërore. Pra unë pika të shkurta do t'ja prezentoj diç nga jeta e tij, që të keni parasysh se kush gjendet misafir i yni dhe juaj. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta shpërblejë me të mirat e tij në dunja dhe në ahiret. Pra vëllezër të ndershëm, hoxha i nderuar quhet Husein Yi, pra i cili është me prejardhje nga Kina, ka lind në vitin 1950 në Malezi. Pra vëllezër të ndershëm, edhe pse ishte prej një familje budiste, në moshën 18 vjeçare, deshti Allahu Azza wa Jall ja zgjeron gjoksin dhe kalon në Islam. Pasi ta pranon Islamin, drejtohet për ta mësuar dinin e Allahut Azza wa Jall, ku Allahu Azza wa Jall i jep sukses dhe e pranojnë në universitetin i cili është i mirënjohur, që ka nxjerr shumë gjenerata dashamir të sunetit të pejgamberit Allahut, shkel koma e tij në qytetin e pejgamberit Allahut dhe mëson, edukohet dhe mëson dinin e Allahut në Universitetin e Medinës, ku pat fat që në këtë periudhë të jetë nxënësi i dietarit më të madh me famë botërore, ndihmës dhe shërbëtor të sunetit pejgamberit Allahut Sheikh bin Basit Allahu e mëshiroft. Pra në atë kohë e kish profesor, po pat gjithashtu fat të jetë gjithashtu dhe nxënës i dietarit muhadithit bashkohor me prejardhje shqiptar, të Nasiruddin Albanit. Allahu Azza wa Jall e mëshiroft dhe Allahu ja zgjeroft dhe ja boft varrin atij baçe prej baçeve të xhenetit. Pra vëllezër të ndershëm, pasi kriti, pasi diplomoi në Universitetin e Medinës, nuk u ndal dhe nuk po shojnë, po çdo çast e shfrytëzojnë në shërbim të dinit Allahut. Në vitin 1978 e krin shkollën në Medinë dhe drejtohet në Maltezi, ku mirët në veçanti me ata të konvertuar në Islam, ku pas disa viteve emërtohet si drejtor i qendrës islamike në Hong Kong. Pra dietari i cili prezanton mesin ton ka bën shumë udhëtime në botë, këto udhëtime të gjithë ka qenë në emën të davetit dhe për hapjes së dinit Allahut Azza wa Jall. Pra udhëtoi në Amerikë dhe në Evropë, ku mbajti shumë kampe verore, ku pat rast të i bashkangjitët dhe karavanit të dietarëve të mirënjohur që e përhapën dinin Allahut
dhe sot e kësaj dite janë në shërbim të fesë Allahut, si kur doktor Zakir Naik, doktor Bilal Filipsi, Jusuf Estes dhe të qertë. Pra dhe të ndërshëm, djetari i cili gjindet mesin ton, është misafir i shpesht i shumë mediumeve satelitore botërore. Për këtë arsye me çdo ditë i mëson me miliona njerëz dinin e Allahut në përmes kanalit në veçanti PIS TV dhe kanaleve të tjera. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ta begaton dhe ta nderon ku na ka ndajru dhe neve shqiptarve, mendoj se në këtë mënyrë inshallah dhe hakin e hoxhës që e ka pas Sheikh Nasir del Albanit po ja kthen. Pra Allahu Azza wa Jall e shpërblet. نحن نرحب بالشيخ نسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء خاصة الذي قطعت المسافة الطويلة بغية زيارة إخوانك في سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين بجلاله الذي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما روى المسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا تحت ظله ويجمعنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن نتشرف ونرحب خاصة الذي خصصت هذا الوقت كما نعلم جميعا بأن أوقاتكم متراكمة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء ونستفيد من نصائحكم ونسأل الله عز وجل أن يجزي كل خطوة خطوته في سبيله في سبيل الله أن يجزيك بالدرجات الجنة. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما في الدنيا وأن يرفع منزلتك يوم القيامة يوم تلقى ربك. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه ونتشرف بنصاحكم فتفضلوا مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise due to Allah, the creator of all things, the sender of all prophets and messengers, and the revealer of all truth. May the mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of us, especially to the Imam of this mosque, the community of this mosque, and all the brothers and the sisters who are here with us tonight. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum Falënderimin salam. e Allahut, krijuesit
të gjithësisë, ai I cili ka dërguar të gjithë pejgamberët në botë, mëshira qoftë ndaj imamit të kësaj xhamisë, ndaj këshillit të kësaj xhamisë, dhe ndaj gjithë vëllezërve, ndaj gjithë xhamatit të kësaj xhamisë. We begin our discussion tonight, our tazkirah, our zikr, with the zikr of Khutbatul Hajah, recommended by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to his ummah, reminding his ummah to be thankful to Allah. Nahmaduhu, in alhamdulillah nahmaduhu. All praise due to Allah. Be thankful to Allah. Why we should be thankful? La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. The power of shukr is amazing. The power of shukr is unbelievable. If you are thankful to Allah, Allah will increase His ni'mah. But if you are not thankful to Allah, He will take back all His ni'mah. Fillojmë sonte me dhikrin ton, me dhikrin e haxhit, I falenderohemi Allahut. Jemi falendërues Allahut, domethënë fuqia e secilit është domethënë me falenderimin e Allahut, në falenderimin e Allahut është edhe një fuqi domethënë jashtëzakonisht e pabesueshme dhe duhet të jemi falendërues ndaj Allahut domethënë për të mirat e Tij që na ka dhënë, për nimetin e Tij që na ka dhënë. Nëse nuk jemi falendërues për nimetin e Allahut që na ka dhënë, atëherë Allahu të heq këtë nimet prej neve. Prandaj nëse jemi falendërues, është një fuqi jashtëzakonisht e madhe me cilën edhe Allahu domethënë vazhdon edhe rrit nimetin ndaj neve. One of the greatest ni'mah, Allah says, is kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. One of the greatest ni'mah is Islam, where Allah said, once upon a time we are nobody, we are stranger, and we are enemy to one another because of name, because of color, because of race. We become enemy. But with the ni'mah of La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we become brothers. We become a family. Whether you are Arabs, non-Arabs, whether you are white, black, poor, rich, male, female, we become one big family. And this is one of the greatest ni'mah that Islam have provided for all of us. Njëri prej nimeteve më të mëdha është definitivisht Islami. Ne, thotë Allahu, ishim askushi dhe ai na udhëzoi. Ishim armiq të njëri tjetrit, ishim të ndarë në bazë të emrit, në bazë të popujve, ishim të ndarë në bazë të ngjyrës, bardh e zi, të pasur e të varfër. Mirëpo, nimeti më I madh, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, është ajo që na bën sot të jemi vëllezër, të jemi një familje e bashkuar, të jemi një familje e madhe. With kalimat tawheed, I become your family, you become my family. Alhamdulillah. Me fjalën e tauhidit, unë bëhem familja juaj edhe ju bëheni familja ime. Alhamdulillah. And then the Prophet continued by saying, وَنَسْتَعِينُ. Don't forget to ask Allah for help. How rich you are, how intelligent you are, how powerful you are, you need Allah's help. Without the help of Allah, we have a lot of problem here and we will fail in the hereafter. Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam mandej vazhdon edhe thotë, dhe mos harroni të kërkoni ndihmë prej Allahut azza wa jall. Pa marrë parasysh a jeni të pasur, pa marrë parasysh a jeni të mençur, të ditur, pa marrë parasysh se çfarë jeni, ju keni nevojë për ndihmën e Allahut, me qëllim që të mos humbni në ahiret. And one of the way that we can ask Allah for help
is we must help ourselves. And Allah said in the Quran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. As a Muslim, all of us must have an open mind and open heart, that you are ready to help each other for the sake of Allah, to bring people back to Islam, back to taqwa, back to Quran and Sunnah. And you are not supposed to help each other committing sins, shirk, khurafat, bid'ah, haram, and also committing enemy among yourself, hatred, anger among the ummah is haram, and it is forbidden for us to help each other towards that. Atë që na mëson Allahu është kemi edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është kemi një mendje të hapur, të ndihmojmë njëri tjetrin, të thrasim njëri tjetrin në takwa, të thrasim njëri tjetrin në Kur'an dhe në Sunnet, të mos bëjmë gjunahe ndaj njëri tjetrit, të mos bëjmë shirk, të mos bëjmë përçarje armiqësi, të mos ndihmojmë tjetrin në haram, të mos bëjmë dëm njëri tjetrit, por të thrasim njëri tjetrin në të mirë. And Allah, the Prophet ﷺ reminds us, always ask Allah for forgiveness for ourselves, the sin that we have committed. Ask Allah to forgive the sin of all our brothers, our sisters here, and also everywhere in the world. Ask Allah to forgive all of us, because we need Allah's mercy. And the Prophet also said, Irham man fil ard yarhamkum man fis sama. Show mercy to the creation of Allah in this world, and Allah in the heaven will shower His mercy upon all of us. Kërkoni ndihmë prej Allahut, domethënë, dhe të jemi në gjendje që të ndihmojmë edhe vetvetes. Kërkoni falje prej Allahut për veten tonë, kërkoni falje për vëllezërit tanë, kërkoni falje për motrat tona, kërkoni mëshirë për Allahut. Tregoni mëshirë ndaj krijimit të Allahut me qëllim që Allahu të tregon mëshirë ndaj neve në ahiret inshallah. And also the Prophet reminded his ummah by saying, وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا. Ask Allah to help you to purify your inner self, all the bad things that you have, the bad feeling, the bad thoughts, the negative feeling toward Muslim is something very bad. To be judgmental is very bad. So ask Allah to forgive your inner self so that you become a positive, creative, constructive person deep in your heart and your mind. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë të kërkojmë prej Allahut që të pastrojmë vetveten tonë, të pastrojmë brendin tonë, të largojmë domethënë të keqen që e kemi në veten tonë, të largojmë gjitha aspektet, gjërat negative, të largojmë parazikimet që i kemi në veten tonë dhe të tentojmë që të jemi njerëz pozitiv, edhe kreativ, edhe mirëbërës. Especially the su'izan that we have among ourselves, so that Allah will replace it with husni zan, have good feeling, good thoughts. Me qëllim që Allahu t'i largon mendimet e këqija që i kemi në veten tonë dhe t'i zëvendëson me punë dhe mendime të mira në zemrat tona. Because nobody is perfect. We are human, we make mistakes, we commit sins, so we must help each other, ask Allah to forgive each other, and have good, constructive feeling to help each other to become better. Për shkak se ne si njerëz nuk jemi të përsosur, jemi të mangët dhe jemi gjunaqtar. Prandaj është më rëndësishme që të kërkojmë falje prej Allahut për veten tonë dhe për të tjerët me qëllim që të përmirësohemi më tutje. And also the Prophet said, وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, and ask Allah to protect us from doing anything that do not benefit us and the ummah. Anything that is sayyi'ah. We are active, young Muslim, like all the brothers and maybe some sisters. We are very young, very energetic.
very active. But don't make use of your energy to do any a'mal that is not good. Khususan bid'ah, khurafat, and all the fasad. We must stay away and do all the sunnah, all the khairiyat, the good thing. And may Allah subhanahu wa ta'ala save us from all fitan. Dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë që të kërkojmë mbrojtje nga Allahu, të kërkojmë ndihmë nga Allahu nga ajo që s'na bën dobi, nga veprat e këqija dhe nga punët e kota për të cilat nuk përfitojmë. Ne si njerëz, si rini, jemi shumë energjetik, jemi shumë energji dhe jemi të gatshëm për të bërë vepra të mira. Jemi të gatshëm për të bërë shumë sende. Prandaj është me rëndësi që të bëjmë dua që Allahu të na largon prej bidateve, të na largon prej veprave të këqija dhe të kota, dhe të na shpjellë në atë që është pjesë e sunnetit, ajo që është punë e hajrit, dhe të këshillojmë dhe të uzojmë në të mirë inshallah. Remember that Allah in the Quran have reminded us the amal, the action, the deeds that Allah will accept must be amalan salihah, not amalan talihah, righteous deeds. Amal salih will be accepted, but if you do an act of worship amal, but not salih, will not be accepted. And our Prophet ﷺ have said, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Whoever make an act of worship that is not from the sunnah of Prophet Muhammad ﷺ, even your intention is good, that amal will not be accepted, will be rejected, and we will be a loser in this world and a loser in akhirah. Duhet kemi parasysh që do të thonë edhe Allahu t'i lutemi që të na mbron edhe prej fitnes. Duhet kemi parasysh që veprat e mira të cilat i bëjmë duhet të jenë gjithashtu edhe vepra të sinqerta. Për shkak se nëse ato vepra të mira nuk janë vepra të sinqerta, atëherë nuk pranohen prej neje. Prandaj edhe adhurimi, i cili nuk është pjesë e sunnetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk pranohet. Edhe me këto punë, do me thonë, edhe pse nëse kemi njetin e mirë, edhe pse nëse kemi veprën e mirë, por është diçka që s'është e pranuar në fe, atëherë ne jemi për atyre që humbin edhe në këtë botë, edhe në ahiret. Allah is very selective. He don't just accept anything from you until you are doing the right thing, following the Quran and the Sunnah. Allahu është selektiv në aspektin e asaj që zgjedh shumë. Allahu nuk e pranon atë të cilën ju e bëni, nëse ajo punë e drejtë nuk është diçka që bëron prej Kuranit edhe që bëron prej Sunnetit. Even seeking knowledge, talab al faridan ala kulli Muslim, we know that seeking knowledge is wajib upon all Muslims, but the Prophet ﷺ always asked us to ask Allah for guidance. And you want to seek knowledge, seek to Allah. Ask Allah, Allahumma zidni ilman nafi'a. O Allah, increase in me knowledge that benefits us, the true knowledge. The true knowledge, the pure knowledge is not what I say, what our Shaykh here said, what the Imam said, but what Allah said, ma qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. My opinion may be right, may be wrong, but Allah's word will never go wrong. The Sunnah as-Sahih from Prophet Muhammad ﷺ will never go wrong. So even seeking knowledge, you must be careful. Seek the right knowledge and ask Allah, Allahumma zidni ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilman la yanfa'. Because there are knowledge that do not benefit you. If the knowledge is full of bid'ah, khurafat, qil wa qal, it's not from Quran and Sunnah, that knowledge do not benefit you. So you must not waste time in doing things, seeking knowledge outside from the Quran and Sunnah. Kërkimi i detyrisë është vajib. Prandaj kur kërkojmë detyri, duhet kërkojmë prej Allahut edhe udhëzim, edhe të kërkojmë detyri e cila na bën dobi, detyri e cila është e pastër, detyri e cila është e dobishme, domethënë, e jo detyri e cila nuk na bën hajër. Prandaj kur e kërkojmë detyrin, duhet ta kërkojmë atë detyri, domethënë, prej
burimit prej fjalëve të Allahut xhalla shanhu, kërkojmë prej haditheve dhe prej sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe kur ndëgjojmë hoxhallarët tanë, alimat tanë, duhet të jemi të kujdesshëm se çka jemi duke ndëgjuar, duke pas parasysh se ata janë njerëz dhe mund të gabojnë domethënë atë që flasin. Prandaj gjithmonë duhet të tentojmë që diturinë ta marrim domethënë sa më të pastër edhe sa më të mirë. Prandaj duhet t'i largohemi diturisë e cila është e padobishme, diturisë e cila është e kotë, dhe duhet ta kërkojmë domethënë atë prej esencës në Kur'an dhe në Sunet. Now let us come back to the main topic that we have to discuss tonight is about brotherhood in Islam. Ti kthehemi temës së sonte, temës kryesore, ajo është vëllëzëria në Islam. Are we all brothers in Islam? A jemi të gjithë vëllezër në Islam? I just hear a few voices, you know. Shumë dobët këndishëm. Are we brothers in Islam? Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. There is a spirit. There is a spirit. Këtu po e tregoni shpirtin, vitalitetin. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam remind this great nation, this great ummah. This is the only one ummah, not the ummah of Noah, not the ummah of Prophet Abraham, not the ummah of Moses, not the Prophet of Isa, but the ummah of Muhammad was granted by Allah, kuntum khaira ummah, you are the best ummah. Dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, edhe ka përkujtuar këtë ummet, në atë që ka thënë se ne nuk jemi ummeti i Nuhut alayhis salam, nuk jemi ummeti i Ibrahimit alayhis salam, nuk jemi edhe ummeti i Musës alayhis salam, edhe ummeti i Isës alayhis salam, po jemi ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe si i tillë jemi ummeti populli më i mirë që ka ekzistuar në njëherë. This is what Allah said, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Not only for the Albanian, not only for the Bosnian, not only for the Turk or the Turkish, not only for the Arabs, linnas jami'an, for everybody. We are the best. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Why? Because we are an ummah who take up the responsibility of amal ma'ruf wa nahy anil munkar. Ne jemi ummeti më i mirë, jo pse jemi shqiptar, jo pse jemi bosnjak, jo pse jemi turq, apo jemi arab, apo jemi diçka tjetër. Po gjithë jemi domethënë ummeti më i mirë për shkak se ne kemi marrë përgjegjësinë prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të udhëzojmë në të mirë dhe të parandalojmë të keqen. And that is why we have a team today. The team from Peace TV by Dr. Zakir Naik. We have Yusuf Esti, Dr. Bilal Philip, who was my colleague in Medina. We have also Abdurrahim Green and all the good scholars. Together, we are talking about peace. We want the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to understand the importance of be together, be united. Be united with the Quran and Sunnah. Not be united in your way, my way. No. Through Quran and Sunnah, inshallah, you will be united. Because only with the wahyu, with Allah's izn, our heart can be together. Money cannot buy the unity of the people. Money cannot unite you. Power cannot unite us. Politics cannot unite you. But only with the mercy of Allah, we will be united, inshallah. Prandaj, sot e kemi një ekip të mirë në Peace TV, me dietarë të njohur si Zakir Naiku, Yusuf Estes, Bilal Philips, Abdurrahim Green, edhe gjithë ne domethënë prej ardheve të ndryshme, jemi duke punu bashkërisht për paqë. Ummeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tjetë bashkë. Kjo është domethënë ajo që ne po përpiqemi ta bëjmë, ta bashkojmë ummetin dhe tregojmë se bashkërisht domethënë mund të veprojmë më mirë.
jo kemi bashkë me thënë për ndonjë arsye tjetër, por kemi bashkë për shkak të Kuranit dhe të Sunetit. Vetëm me lejen e Allahut, inshallah, mund të jemi bashkë, dhe vetëm me mëshirën e Tij mund të jemi bashkë. As nuk janë parat ato që mundën të na bashkojnë, as nuk janë fuqia apo forca ajo që mundet të na bashkon, as nuk mundet pasuria tjetër ajo që na bashkon, as nuk mundet diçka tjetër domethënë tjetër ajo që na bashkon pos mëshirës së Allahut xhaleshano. And even the Prophet said, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. You cannot be a true believer until you love your brother Muslim how you love for yourself. You must love each other for the sake of Allah. You must help each other for the sake of Allah. Then inshallah Allah will love us and Allah will help us. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë që ne nuk jemi besimtarë derisa nuk e duam vllahun ton ashtu siç e dëm vetveten ton. Prandaj derisa nuk jemi në gjendje për ta dashur njëri tjetrin për hir të Allahut, deri atëherë domethënë nuk jemi në gjendje me qenë fitimtar. Nuk jemi besimtar. And in the Quran, in Surah Al-Hujurat, Allah says, Innamal mu'minuna ikhwa. All believer is like a big family, brothers, sisters. We are one big family. But why after that Allah said, what is the wisdom after Allah said, Innamal mu'minuna ikhwa? Allah said, Fa'aslihu bayna akhawaykum. Why? Allah, the Creator, He created all of us. He knows how we think, what is in our heart. He knows everything. There will be problem. Yes, Allah knows we will have problem, disagreement. We will dispute among ourselves. So Allah said, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. You have problem? Solve your problem. Sit down, talk, and discuss. Have shura among yourself. You cannot just attack each other. No, you must solve your problem. In the Quran, in other ayah, Allah said, Ya ayyuhallazina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. That's how you solve your problem. Or you believe in Allah, obey Allah, and obey the Prophet, and obey your leader, your scholars. And if you have problem in anything, any matters, personal problem, financial problem, political problem, economy problem, any problem, you solve your problem as husband and wife, as ummah, by going back to the book of Allah, the Quran. And the saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is how this great nation strengthen their brotherhood. They have problem, they sit down, they solve it with wahyu, with the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu thot me një ajet në surën Hujurat që të gjithë besimtarët janë si një familje e madhe. Është Allahu domethënë ai i cili din çka kemi na në thellësitë e zemrave tona, e din shumë mirë se ne si njerëz mund të kemi probleme, mund të kemi mos pajtime, mund të përleshemi me njëri tjetrin, mirëpo udhëzohemi që të zgjedhim problemet tona, që të ulemi, të diskutojmë me njëri tjetrin me një mezhlis, me një shura, me një këshill, dhe të ndihmojmë domethënë njëri tjetrin që të zgjedhim këto vështirësi. Mirëpo për të zgjedhur këto vështirësi duhet që ta respektojmë Allahun dhe ta përcjellim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët tan, hoxhallarët tan, me qëllim që të zgjedhim këto sfida, probleme që paraqiten, qofshin domethënë ato në shoqëri, qofshin politik, qofshin familjet tona, kudo që janë. Prandaj duhet për t'ju kthy dhe për të kërkuar zgjedhjen për këto probleme, domethënë zgjedhjen ta kërkojmë në Kur'an dhe ta kërkojmë në Sunetin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. And it is a command from Allah. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, anything, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Back to Allah. Back to Dalil, Burhan. Not just back to your way, my way. No, Allah's way. The way we ask Allah, Ihdina Siratal Mustaqim, the right way. This is how this great ummah have the great guidance from Allah solve their problem. Prandaj
urdhri është që për çfarëdo vështirësie, për çfarëdo problemi, për çfarëdo mos pajtimi që ta kemi, t'i kthehemi domethënë argumenteve të Allahut, t'i kthehemi burimit të shpalljes, t'i kthehemi domethënë argumenteve të qarta, siç edhe lutim Allahun domethënë që të na udhëzon çdo ditë në rrugën e drejtë, për shkak se ky umet i fuqishëm, ky umet i madh ka domethënë zgjedhjen e vet në Kur'an dhe në këshillat që vijnë domethënë prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I'd like to ask the brothers here tonight, do we have problem in our life? Dua që të pyes vëllezërit sonte këtu, a kemi probleme në jetën tonë? Do we have problem? Yes. Many? A kemi shumë probleme? Many or little? A pak a shumë? Little people say, not many people say. Many or little? A shumë a pak? The young brother, do you have problem? Vllai i ri, a ke probleme? Do you have problem or the young Muslims? A ke probleme të muslimanëve të ri? Do you have problem with your father, with your mother? A ke problem me babën, me nanën? I don't hear you. S'po të dëgjoj. No problem, huh? S'ke probleme. Good, good. No problem is good. Nëse s'ke probleme, është shumë mirë. But if you still have problem, you must go back to the Quran and Sunnah, your problem solved. Mi po nëse ke problem, atëherë duhet të kthehesh Kuranit edhe Sunetit edhe inshallah zgjedh problemin. And when you solve your problem by going back to Quran Sunnah is win-win. Nobody lose. Edhe mira e asaj që kur e zgjedh problemin me Kur'an dhe me Sunet është se atëherë fiton edhe njëri edhe tjetri. Asnjëri nuk hup. Like husband and wife, if you have problem, you cannot say, I am the boss because I am the husband. Kur ke problem me burrin edhe gruan, nuk mundesh me thënë gruas, unë jam shefi, unë e vendos. You cannot say that. You cannot say that because I'm the boss is always right. Who gives you the authority so that you are always right? Kush të dha ty atë drejt me thënë që unë jam shefi dhe unë e kam gjithmonë me drejt, kur nuk gaboj. Look at the saying, the teaching of the Prophet. How can you help your wife, help your family? How can you love your children? If you say you love your children, you must love the mother of the children. And the Prophet ﷺ said, "Khairukum, khairukum li ahli wa ana khairu li ahli." The best among all the men is not because you are best to your friend, you are best to your company, but you are best to your wife. Are you the best to your wife, brother? I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot që domethënë ne në qofse nuk e duam domethënë fëmit, në qofse i duam fëmit tanë edhe nuk e duam domethënë gruan tanë, atëherë si ti duam edhe fëmit tanë. Prandaj është shumë e rëndësishme domethënë që t'i kthehemi domethënë edhe Sunetit edhe këshillës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë se më i miri në mesin e juaj është ai i cili i trajton gruan e tij domethënë më së miri. Jo ai i cili i trajton shokët e tij, po gruan e tij. So my question, are we good to our wives? Pyetja ime është, a jemi të mirë me gratë tona? Good? Alhamdulillah. You make your wife happy, you make your children happy. Qofse e gëzoni gruan e juaj, i gëzoni edhe fëmijët e juaj. You make your wife angry, then your wife make your children angry. I boni i vnut gruan, gratë e juaja, atëherë edhe fëmijët i vënon. So please be good to your wife. Prandaj bëhuni të mirë me gratë e juaja. All wives. Krejt gratë. Albani wahid alhamdulillah. Shqiptarët kanë një grup, kanë një grup. Alhamdulillah. And also remember, Islam is the religion of love. Mbajni mend se Islami është feja e dashurisë. Full of love. Plot me dashuri. And the power of love is unbelievable. Edhe fuqia e dashurisë është e pabesueshme. Our Prophet
sallallahu alaihi wasallam always remind his ummah, if you love somebody, you cannot keep quiet. Say to him, like if I love our brother here, I say, brother, I love you for the sake of Allah. By saying this, Allahu Akbar, Allah will love you more. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thot që do me thënë në qofse e don dikon, atëherë duhet me shpreh, nuk mundesh me majt në vete këtë send. Edhe në qofse i thu vllaut që e ke afër që e don për hir të Allahut, atëherë edhe Allahu don ty si rezultati i asaj inshallah. So can we say to each other that I love you for the sake of Allah now? A mundemi tash t'i themi vllaut afër njëri tjetrit që të du për hir të Allahut? Say to your right first. Thuaj atij që e ke anën e djathtë mas Come pari. on, take your hand. Say I love you for the sake of Allah. Shtrije dorën edhe thuaj që e don për hir të Allahut. And to the left now. Say, E mandej edhe atina që e kin të majt. yeah, inshallah, mashallah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if you love somebody, say, inni uhibbuka fillah. And the person will say, hababkallah alladhi hababtani li'ajri. Allah will love all of us tonight, inshallah. Because we love everybody for the sake of Allah. Nëse i thu vllaut që të du për hir të Allahut, tjetri i përgjigjet Allahut dash, domethënë për hir të dashur ai për hir të cilit më don, e inshallah Allahu na don neve sonte këtu krejtve. And also, brothers and sisters, I do not know how many times, looking at the time. Time in Malaysia now, in my country, is 3:30 a.m. Now in Malaysia is tahajjud time. Po e shoh kohën tash në Malezi, domethënë ku jetoj unë, koha është 3:30 në mëngjes, domethënë tash është koha e tahajjudit. Namazit natës. Anyhow, I just want to share with you one important thing again, the saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do we love Allah? Understand? Duhet të ndaj për në fund domethënë edhe një send shumë të rëndësishëm prej fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A e duam ne Allahun? Yes? Alhamdulillah. Good. How many of us memorize the Quran? Sa prej neve e kanë mbajt mend Kur'anin, e kanë mësu Kur'anin? Raise up your hand. Çoni dorë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 only. 15-20 veçë? Remember, I never said memorize the whole Quran. Unë thash, nuk thash kush e ka mësu për mend krejt Kur'anin. No, I said, have you memorized the Quran? Not all the Quran. Have you memorized Fatiha? Prej Kur'anit, e keni majt në bend Fatiha, e keni mësu. Yeah, now everybody. Of course. Alhamdulillah. If you don't memorize Fatiha, you have problem. Nëse se ke mbajt mend Fatihën, atëherë ki problem. Okay. Do we love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A e dum Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah. Now, brothers, how many of you memorize one saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sa për juve kanë mbajt mend një hadith prej Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? Remember Allah Shaheed. Allah Shaheed. Allahu është dëshmitar. Okay. Now I want to share with you one saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kisha dashur me nda me juve domethënë një thënie të. Or you want 3? 1 or 3? 3. Alhamdulillah. A një tre. Now inshallah, with the will of Allah, these 3 hadiths tonight you will remember. Inshallah me lejen e Allahut atëherë këto 3 hadithe sonte I mbani mend. Okay? I will try my best to guide you, to share with you the 3 shortest hadiths. Kisha dashur me nda me juve inshallah 3 hadithet më të shkurta që janë. The long one we forget. Gjatat I harojnë. Now I recite one time for each of the hadiths. I recite once, you listen. I will recite second time, you follow. I recite third time, you follow.
Fourth time you recite, I listen. Okay? Herën e parë do ta them hadithin unë vet. Herën e dytë kur do ta them e përsëritni edhe ju. Herën e tretë kur ta them e përsëritni edhe ju, a herën e katërt unë nuk foli, ju e përsëritni. Okay, inshallah. One of the saying the Prophet is Al-Muslim man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Short, very short. Shumë e shkurt. Now follow. Al-Muslim man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-Muslim man salim al-Muslimun min lisanihi wa yadihi. Okay. No problem, no problem. You follow with the Imam here, the Sheikh, they will teach you. Inshallah. Ja mëson imami inshallah. Very hard, huh? Very hard. E zorshme, ha? Okay. Yeah. The hadith say a Muslim, a good Muslim, a real Muslim is a Muslim who take care of his tongue and his hand from hurting another Muslim. He's very careful with his word and also his hand. He will never cause harm or say anything bad to another Muslim. This is what the Prophet said, the meaning of this hadith. Kuptimi I këtij hadithi do të thonë që përmendëm është që muslimani I mirë është ai I cili kujdeset, muslimani I drejtë, muslimani I mirë është ai I cili kujdeset për gjuhën e tij edhe për dorën e tij që mos me I landu musliman tjerë. Okay. Beautiful saying the Prophet. Shumë thënie e mirë. This I share with you only one tonight, 3 too long. Le të jetë kjo e vetmja për sonte se 3 duket se bëhen shumë. This one guarantee you can memorize. To e garantume që e mbani mend inshallah. You want this hadith? I guarantee you memorize. Do të thonë inshallah e mbani mend, ha? We knew it in Albanian but not in Arabic. No. This one in Arabic. Inshallah, I guarantee that. Yeah? Okay. But can you give 10 euro for this hadith? A jeni në gjendje me dhënë 10 euro për këtë hadith? No, don't give. Keep it. Give to the mosque. Mos më jepni mua, jep jani sadaka xhamisë inshallah. Listen one time. Do ta përsëris edhe një herë. Second time, you follow me. Third time, follow me. Fourth time, inshallah, you memorize. Inshallah. Herën e parë tham unë, herën e dytë dhe tretë e përsëritni edhe ju, herën e katërt e thuni vetë. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam said, this hadith is from you can get it in Arba'in. Yeah? La darara wala dirar. Very simple. La darara wala dirar. La darara wala dirar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Now you remember one hadith. This hadith is very important. Remind us as Muslims. Don't do anything. Don't say anything that cause harm to yourself. And don't do anything, don't say anything that cause harm to other people. This is Islam. Përkthimi I këtij hadithit është domethënë mos bë asgjë, mos bë asnjë send që të bën dëm ty, edhe mos bë asnjë send që u bën dëm tjerëve. Domethënë ky është Islami. Okay? La dararar wala dirar.
again. Alhamdulillah. Alhamdulillah. May Allah bless all of us, brothers and sisters. Yeah, inshallah, if we practice this hadith, we become good Muslim. Allahu ju bekoft krejve inshallah, po nëse inshallah e praktikojmë këtë hadith, atëherë bëhemi musliman më të mirë. And if there's any misunderstanding between the ummah, don't be hard on each other. But always remember, nobody is perfect. You have problem, you have imam here, you have your scholar here, you must refer to them, and inshallah they all will guide you with the guidance of the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah, may Allah unite us here and unite us in Akhirah. Si umet do me thonë mos e sillni ashpër me njëri tjetrin, po sillni but, edhe nëse keni ndonjë mosmarrveshje, nëse keni ndonjë problem, kërkoni edhe këshill do me thonë edhe prej hoxhallarëve, prej hoxhës këtu, edhe inshallah do me thonë i zgjedhni këto vështirësi e Allahu inshallah na bekon edhe na bën suksesshëm do me thonë edhe sonte këtu edhe në ahiret. And it is a great ni'mah that you have imam scholars from Medina, yeah, from Makkah, from Makkah al-Mukarramah, from Medina al-Munawwara, mashallah. These are people that you must use them, ask them for advice. I believe inshallah, if you all in one great jama'ah, the jama'ah of the Quran and Sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala is going to bless all of us and our family and our children inshallah. Me të vërtetë është nimet i madh që në mesin e juaj keni shumë hoxhallar domethënë prej Mekës edhe prej Medinës. Prandaj përdorni ato domethënë si këshilltar, përdorni këshillat e tyre. Me të vërtetë domethënë një xhamat i madh i cili është i bazuar në Kur'an dhe Sunet, është i suksesshëm edhe jo vetëm na inshallah, po edhe pasardhësit tanë edhe fëmijët tanë edhe ata që vijnë pas neve inshallah. And remember what Ali radiallahu anhu said, unzur ila ma qal, la tanzur ila man qal. Look at what the people teach you, what the people say to you. If what they say you is the Quran, they got dalil and the Sunnah, accept it. Sami'na wa ta'na. But don't look at who is talking to you. Is he a mufti? Is he a qadi? No, not important. The important is what they say to you is based on the Quran and the Sunnah. Një thënie e Aliut radhiyallahu anhu është se shiqo çka thonë njerëzit, domethënë çka thonë njerëzit, edhe atë që e thonë a është prej Kuranit dhe prej Sunnetit. Nëse është prej Kuranit dhe prej Sunnetit, atëherë pranojeni. Mos e shiqoni kush është të e thënë, është të e thënë domethënë muftiu, a hoxha, gjykatësi, akadiu, po domethënë shifeni çka është të e thënë, nëse është prej Kuranit dhe prej Sunnetit, atëherë pranojeni. May Allah bless us all, brothers and sisters. And before I end, I would like to tell you that I am no more a stranger to all of you. Allahu ju bekoft krejtve, edhe para se ta mbaroj, duhet të them edhe një fjalë shkurt, domethënë që unë nuk jam i huaj këtu, nuk jam i huaj për ju. I am part of your family now. Jam pjesë e familjes juaj tash. So if you come to Malaysia, come and visit me. Ashtu që nëse vini në Malezi, urdhroni edhe vizitoni edhe mua. We have a markaz. E kemi edhe një merkez aty. We have a tahfiz school. Kemi shkollë për mësimin e Kuranit. We have Darul Amal for orphanage for the poor and the faqir yatim. Kemi domethënë edhe vend për fëmijë domethënë që kanë mbetë pa prind, edhe kujdesemi për ta. And we have a lot of new Muslims with us. Edhe kemi shumë musliman të ri që janë me neve. Because normally maybe in 1 week we have to become Muslim. Normalisht në qendrën tonë rreth 2 veta në javë domethënë pranojnë Islamin çdo javë. So we hope one day you will do da'wah by showing the brotherhood among yourself, good example, so that other people will love us because we love each other. E inshallah edhe ne edhe këtu domethënë jemi në gjendje që të përcjellim me një shembull të ngjashëm
inshallah dhe ne e duam njëri tjetrin domethënë si vëllezër, e bëhemi sebeb që edhe të tjerë të na bashkangjiten edhe të na duan domethënë si vëllezër. And my son-in-law is from this country. Dhëndri im është domethënë prej këtij vendit juaj. And I have 2 grandsons from here. Edhe I kam 2 nipa prej vendit juaj, prej këtu. And I pray may Allah shower His mercy to all the shuyukh who have given me the knowledge, like Sheikh bin Baz, Muhammad Nasr al-Albani, they are all my great teachers, and may Allah shower His mercy upon all the great scholars. Edhe lusë Allahun që domethënë ti mëshiron krejt hoxhallarët edhe posaçërisht edhe hoxhallarët e mi, Sheikh bin Bazin edhe Sheikh Nasruddin Albani. And now I end with only 3 questions. If there's any 3 questions, we are open for Q&A now. Only 3 questions because now it's 9:45. Për shkak se po afrohemi edhe namazit, kisha dhënë mundësinë vetëm 3 pyetje, nëse keni dëshirë me I parashtruar me ju përgjigjen inshallah. Ekzistojnë shumë luftra valët e jetës, lufta më e madhe është kundër vetvetes. Së pari me veten nefsin ta luftojmë, pastaj çdo luftë tjetër leh do ta fitojmë. Shih me sytë e zemrës, jo veç me sytë ballit, paqja për Allahun me lotët e ballit. Me Zotin e botrave, a don të takohesh, thuaj vetes tënde, as don të pendohesh. Njarë falja vetes, milun e vetmi, koj edhe qfar bën, ashtë kus mos ta dy. Dallu pyte nefsin me pytjen e par, o nefs më trego, a do të më qësh zjar. Shprehe pak knaqësin, shprehe ti hidhrimin, o nefs më trego ku e kam përfundimin. Më pëlqen kjo pun, pëlqen gjithra pun, a do për shkak të jetë dënohem unë. E di është haram dhe prape veproj, përse pas dunjas gjithmon të vrapoj. Shumë fitne dunjaja, fitne loj e loj, a nuk më erdh koha që ja ti ndaloj. Sa të mira Allahu na I dhe në këtë jetë, si po na mashtron kjo dunja e shkret. Falemder o Zoti, thuaja gafur, gabimet e mia nuk I bëj më kur. E di është haram dhe prape veproj, përse pas dunjas gjithmon të vrapoj. Shumë fitne dunjaja, fitne loj e loj, a nuk më erdh koha që ja ti ndaloj. Allah është përbleft Jasinin. Jasini është një prej 100 talebeve të xhamisë të Hoxha Abdul Qadir Arnautit, edhe pse ka hala talebi që kanë zonin e bukur kështu, po ju vën marrë të dalën para xhamatit. Vëllezër të ndershëm, pyetja e parë është cili ishte shkaku kryesor që e pranuat Islamin? I believe it's the hidayah from Allah. Mendoj që ky është udhëzim prej Allahut. I am a person from young, I love spiritual things. Si I ri gjithmonë kam pëlqyer sendet shpirtërore. In Buddhism, you have also a lot of spiritual enlightenment. Në budizëm ka shumë sende shpirtërore, domethënë që fliten. But if you become a good Buddhist, later on you'll find that there's a lot that again their fitrah. Si budist I mirë e kupton që ka shumë sende që janë prej fitrës, domethënë në atë fe, që janë prej natyrshmërisë. So I left Buddhism and I joined Christianity. Mirë po, mbas një kohë e lash budizmin edhe ju bashkangjita krishterizmit, të bona krishter. Because in Buddhism there is a lot of don't then do.
Për shkak se në budizëm ka më shumë mos bë se sa bën. In Christian, everything is do. Në krishterezëm gjithçka është bën. Okay. So it's easy for me. Edhe ishte më lehtë për mua. But later on, when I feel that Christianity is so good, talk about love, talk about sharing and caring, Për shkak më vonë, domethënë, pashi krishterizmi flet shumë për dashuri, për ndarje, domethënë punëve me tjetërkën, për me u kujdes për tjera ashtu me radhë. so I feel that I must share the love of Jesus to the people. So I want to become a mubashir, a preacher, in Christianity. Prandaj këtë dashuri të madhe domethënë që e ki prej Isës alayhis salam, prej Isusit, domethënë krishterizëm, do të atëherë don me nda këtë dashuri me tjerë, me u bë domethënë prift. And while I was going deeper and deeper in Christianity, Allah gave me hidayah to Islam. Edhe tu thellu më shumë krishterizëm, tu hy më thellë, atëherë Allahu më dha hidayetin për Islam. And when I became Muslim, I thought that it's easy, it's very simple, like becoming a Christian, it's very easy. Deshta me u bë musliman edhe mendova që shumë lehtë me u bë musliman, si është lehtë si me u bë krishter domethënë. But I got a very bad experience. Mirë po, pata një përvojë shumë të keqe. That the Muslims are not a loving ummah. Mirë po muslimant nuk janë umet i cili don. They don't welcome me. Nuk më mirë pritën. I lived in the mosque for 4 years. Kam jetuar në xhami për 4 vjet. And when my mother asked me, where do you stay? Edhe kur nana më pyet ku po rrin, ku po flan, I said to my mother, don't worry, mommy, I stay in big house. edhe thosha nanës mos u mërzit nanë se jam të jetu me një shtëpi të madhe. But she do not know what do I mean. Mirë po ajo nuk e di çka do isha me i thënë. I just stay in the mosque, I sleep on the floor, no Dunlop pillow, no mattress. E unë risha në xhami, po risha e shtrit, domethënë në tokë, në shtrat, pa shtrat, pa jastëk. But alhamdulillah, the people in the mosque are not happy with me. Mirë po, alhamdulillah, njerëzit xhamati i xhamisë nuk ishin të lumtur me mua. Nuk u Why? ndajshin. Because when they smoke, I said you cannot smoke in the mosque. Pse kur ke dikush ndonjë cigare, më thosha mos e zguzoni me dhez me pi cigaret. So they get very angry, they chase me out from the mosque. Edhe u mërzitën edhe më përzonën prej xhamisë. I said, this is the mosque, Baytullah, not your house. I have the right to stay here. Unë thosha, kjo është Bejtullah, kjo është xhami, nuk është shtëpia jote, zguzon më përjashtu prej këtu. So they send the police to come and chase me out. Edhe prunën policinë për me më përzon. And the police asked me, where is your house? I said, I am a new Muslim. This is my house. My parents, they are not yet Muslim. This is my house. E unë i thash, unë jam musliman i ri. Kjo është shtëpia jeme. Prindtë e mi hala nuk janë musliman, ashtu që derisa të bohen, unë e po ri këtu. And the police said, you stay here. Edhe policia tha nani ri këtu. Alhamdulillah. It's very sad. Yeah? Muslims are not happy. Shumë keq, muslimanët nuk janë të lumtur. When somebody come to Islam. Kur dikush bëhet musliman. And they always call me in our term that I am a new Muslim. So I am a second class Muslim. Edhe gjithë më thoshin ky muslimani i ri, se domethënë sikur më qenë muslimani i klasës dytë. But now they have changed. Po tash janë ndru. Now they accept me. Tash po më pranojnë. Alhamdulillah. So Islam is beautiful. Prandaj Islami është i bukur. So I hope that all of you who is born as Muslim, you must be thankful to Allah. Ashtu që krejt ju, cilët keni lindë si musliman, duhet t'jeni falënderues ndaj Allahut. You don't have to go through a lot of problems like what we have gone through. Nuk duhet me kalu për krejt ato probleme të cilat unë i kanë kalu. And may Allah help us. E Allahu na ndihmoft krejtësh.
çfarë përshtypje ju lan muslimanët shqiptar? I think I love the Albanian Muslims, Mu më duket se I du shqiptarët muslimanë shqiptar. Bosnian Muslims, Edhe bosnjak, Macedonian Muslims. edhe maqedon. Every Muslim, I love them because the scholar that have guided me a lot until today is also from Albania. Se njëri prej dietarëve domethënë që më kanë ndihmuar në udhëzimin tim është edhe Nasruddin Albani. So inshallah, I will pray for all of you. Ashtu që lutem për krejt ju inshallah, bëj dua për krejt inshallah. Don't forget to pray for me Dhe mos harroni edhe ju të bëni dua për mua. because my sisters, they are not yet Muslims. Motrat e mia hala nuk janë muslimanë. But my mother, alhamdulillah, before she died, I always call her to Islam and she makes shahada with me. E nëna jam alhamdulillah para se me vdek, se gjithmonë I kom bërë thirrje në Islam, para se me vdek domethënë tha shahadetin. Any other question you have? Edhe ndonjë pyetje tjetër apo? Po. A shihni ndonjë simptom që tregon për përparimin e muslimanëve? Yes, of course. Po, gjithsesi. I have been traveling around the world, in Japan, in Korea, in China, in Holland, in Norway, Denmark, in Belgium, in Germany. Each time in United Kingdom, when we travel, we have dialogue with people who are anti-Islam. After we have dialogue, they become Muslim. Yeah. So the truth is coming up. The more we go out and talk to the people about the beauty of Islam, people can see the difference. But the media is very negative. The media always talk everything about Islam very bad. So if the du'at, the scholar don't go out and clear the air, then there will be a lot of fitna. And that's why our team, Peace TV team, traveled to Europe. We have dialogue. It was very positive. And this make the people afraid of haqq. Not because of terrorism, no. They are afraid of haqq that come from Allah. Unë kom bërë shumë udhëtime të mëdha domethënë në përbot, në Japoni, në Kore, në Kinë, Holand, Norvegji, në Belgjik, në Gjermani, në Britaninë e Madhe, në shumë vende të tjera domethënë, edhe kudo që shkojmë bëjmë dialog domethënë me njerëz, bëjmë dialog me njerëz ndryshëm, edhe shumë prej tyre pranojnë Islamin mbasi që ta kryjmë domethënë dialogun, edhe janë muslimanë të ri domethënë. Se kur e bisedon këto sende me njerëzit e shohim ku është dallimi, e shohim ku është e vërteta. Edhe kjo është domethënë një shenjë mirë domethënë që daveti po përparon. Është me rëndësi domethënë që edhe ne si Peace TV domethënë me hoxhallarët që jemi aty I bëjmë këto udhëtime dhe I bëjmë këto biseda me njerëz ndryshëm për shkak se mediat janë jashtëzakonisht negative domethënë dhe janë të këqija domethënë kur bëhet fjalë për Islamin. Shumë njerëz dasht e padasht nuk I frikojnë as terrorizmit, sa që I frikojnë domethënë hakut edhe të vërtetës që është prej Allahut. And I believe very soon, inshallah, Islam is going to grow very fast. Islam is going to grow very fast. I can see, I can feel it. I may not tell you everything, but I believe, inshallah, soon, al-Islam ya'lu wa la yu'la alayh. Po jam I bindur domethënë se së shpejti Islami do të rritet shumë shpejt inshallah. Do të gufon domethënë nuk mund ndoshta më u tregu shumë, po inshallah shumë shpejt domethënë do të shihet ajo edhe do të shihet një rritje e madhe domethënë në Islam. So I hope all of you who are here tonight don't forget to carry out the mission of Amar al-Ma'ruf and Nahi Munkar. Call people to Islam. Whether they want to accept Islam or not, you leave it to Allah. Your duty is to da'wah, to call them. And please don't forget to make dua. May Allah open the heart of the not yet Muslim, who are not yet Muslim.
May Allah help the dua, the da'i wherever they are, so that more people will enter Islam because of their effort. So don't forget to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, to give hidayah to more people, even here or in any country, inshallah. Mos harroni të bëni shumë dua, domethënë edhe mos harroni domethënë ato obligim që i keni edhe ju për me bë davet, domethënë për me shpërnda fjalën e Allahut, për me i thirr njerëzit në Islam, për me i udhëzuar të mirë, me i parandalu prej të keqes, për shkak se çajo kërkohet prej neve. Udhëzimi vjen prej Allahut, domethënë a beson, a nuk beson ai njeriu mandej është prej Allahut. Bëni dua që Allahu le t'i hap zemrat e njerëzve që të besojnë dhe ta pranojnë të vërtetën. Bëni dua që Allahu le ta shpërblen mundin e davetçive dhe thirrësve në Islam, që t'ia pranon domethënë veprat e tyre dhe t'i udhëzon njerëzit tjerë në Islam inshallah. And if we can't make dua, if we can't make da'wah, we have no knowledge, at least we become a good Muslim. Practicing Muslim, show good example to other people, and inshallah that also will be a good way of da'wah, by we become good Muslim, showing good example to other people. Edhe në qofë se do me thanë mundeni të bëni dua edhe të bëni davet mirë, po në qofë se nuk mundeni, atër s'paku bënu një musliman të mirë për veten e juj. Do me thanë të jeni musliman të mirë, të kryeni do me thanë obligimet e juja, adhurimet e juja, të bëni shembull i mirë, shembulltyre mirë, që le tjetë do me thanë mirësia juj edhe veprat e juja do me thanë ato të cilat do t'jenë davet do me thanë për njerëzit tjerë inshallah. Edhe t'jeni shembull do me thanë i mirë për këtë tjerë.